Ura e Golikut, monument kulture i kategorisë së parë, ndërtuar në fund të shekullit të 17, po përballet sot me rreziku real të shkatërrimit. Një nga veprat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në zonën e Mokrës, e lidhur historikisht me degëzimin e rrugës antike Egnatia, po dëmtohet vazhdimisht nga gërmimet e palishme. Prej vitesh ura bie prej kërkuesve të arit dhe materialeve arkeologjike, të cilën ndërhyjnë në mënyrë të përsëritur në strukturën dhe trupin e saj, duke cënuar seriozisht qëndrueshmërinë e monumentit. Dëmtime të tilla janë konstatuar edhe së fundmi, por autorët mbetet në pa identifikuar pasi gërmimet kryhen gjatë orëve të natës. Pasojat janë të dukshme, zgavra në themele, çari në trupin e urës dhe shembje të pjesshme të materialit lidhës, dëmtime që përbëjnë rrezik serioz. Janë bërë punime, po kush i ka parë? Janë bërë punime për shkak të këtyre, për lumi, për apo ka hyrë rrezikon të shembë sa më parë. Dhe edhe këtu kaloj me dime behar, po hujse 3-4 herë në ditë në kembe me ajvan më të tëra. Po për flori që të kërkojnë, mente. Po në hatën, po ditën ku si les. Kërkoj nga institucionet shtetërore që për mirëmbajtjen e kësaj ure. Një radhë parë po shkatërrohet nga dorë e njerëzve, plus nga shirat që bien, thënë jashtë është shkatërruar. Dhe këtu, kjo urë kanë kaluar edhe para sistemit. Bilemi që nga Senishti, shkonin pazar në Prenjës, nga Strava shkonin pazar në Pogradec, në Korç. Prap dhe sot kalonja fshatrat Zalltorra, janë Slatina që ikin në këmbë, thëmë. Përveç ndërhyrjeve kriminale dhe faktorët atmosferik luajnë rolin e tyre. Mbi 300 vite ekspozimi ndaj rreshjeve, ngricave dhe erozionit kanë përshpejtuar degradimin e urës, duke bërë sot emergjente ndërhyrjen e institucioneve përgjegjëse. Në këto kushte, banorët dhe drejtuesit vendor kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga Ministria e Turizmit dhe Kulturës përmes një projekti serioz restaurimi dhe rehabilitimi. Dhe po mos vuri dorë institucione shtetërore, kjo dorëzohet. Po si krenohemi jo unë, për shembull, po edhe gjithë zona këtë thëmë. Është një urë, bilemi një urë e vjetër janë të rrallë, thëmë. Problemi nuk është i izoluar ashtu si ura e Golikut. Edhe varet monumentale të Selsës, vetëm pak kilometra më tutje, një tjetër sit arkeologjik me rëndësi të jashtëzakonshme vuajnë nga nivele sigurie dhe ruajtjen pothuajse zero. Kjo situatë ka lehtësuar grabicit, të cilët gërmojnë pa asnjë pengesë, duke shkatërruar pasuri të pazëvendësueshme kulturore.